Lideri i opozitës Sali Berisha e cilësoi librin The Albania File si akt akus të rënd ndaj kreut të qeverisë Edi Rama. Në konferencën me gazetarët, Berisha tha se ky libër provon se Rama e konsideron Shqipërinë pronë personale, duke ia dhënë territoret më të çmuara të vendit, organizatave kriminale e trafikantëve. Libri kuq Albanian Files me parathanje të Edi Ramës është libri me të cilin Edi Rama fakton shqiptarëve dhe botës se konsideron Shqipëri një çiflik të tij, se këtë çiflik ja ka dhënë për zhvillim karteleve të drogës, baronëve të drogës, organizatave kriminale shqiptare dhe ndërkombëtare. Se për këtë njeri, një lloj si për sultanët e shekujve më parë, që kishin ligj themelor të prendorisë tyre, toka, ajri dhe ujë janë pronë e prendorit. Edhe për Edi Ramën, zonat më panoramike të brigjeve të detrave dhe liçejve të Shqipërisë, të kodrave dhe maleve të vendit, janë pronë e tij që u jipen trafikantëve kriminal të urryer. Ju i keni pasë si në jug banorët në brigjet e vendit po shpërngulen pothuaj manu militari, po emigrojnë dhe largohen nga kriminal trafikant të egër që u shkojnë me strajca, me thas, me para, ja u blejnë tokat dhe i nisin nga trojët e tyre. Berisha kujtoi se gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike kishte kontraktuar një kompani britanike për hartimin e studimeve mbi zhvillimin e Bregdetit, e cila përcaktoi zonat ku nuk duhej të ndërtohej, por gjithçka ndryshoi me ardhin e Edi Ramës në pushtet. Edi Rama në vitin 2014 i përmbysi këto dhe kaloi në planin e integruar të zhvillimit të Bregut, në planin e masakrimit të Bregut. Në fakt, tani vërsuli drejt Bregut çdo trafikant shqiptar, trafikant të gjitha krahinave, bashkohuni për të shqyer Bregun e Detit. Kjo ndodhi. Ja u them unë. Së pari, kush është personi që ka porositur dhe paguar projektin? Cilat janë dokumentat e pronësisë në atë zonë? Sa janë paguar studiot për projekte dhe si janë paguar? Me bank apo me thas dhe strajca? I bëj thirrje Interpoli. 523 projekte për to janë paguar minimumi nga 1.5 në 2 miliard euro. Lideri demokrat përshëndeti dërgimin e dosjes shqiptare nga protestuesit në prokurorinë speciale dhe paralajmëroi se edhe Partia Demokratike do të dërgojë tjetër padi për atë që e quajnë libri kuq i Edi Ramës. Libri kuq i Edi Ramës, dosja sekrete shqiptare, ka dhe pronat e grabitura nga Edi Rama apo vllai i tij dhe nëna e tij e ndjerë. Kanjoni i GPS me mbrojtje të shkallës më të lartë. Njëri nga 20 kanjonet më të çmuara në planet i kanë vu Samarin sipër. Hotelin e Edi Ramës që kalon nga njëri breg në bregun tjetër. Përshëndes dërgimin e tij në SPAK nga përfaqësues të protestës, i garantoj se Partia Demokratike po e studion dhe do paraqes akt padin tjetër po për këtë libër në SPAK. Berisha përsëriti qëndrimin e Partisë Demokratike në mbështetje të protestave antiqeveritare që kanë hyrë në ditën e 38. Marrim pjesë në protest me të gjithë mundësitë tona me antarë dhe mbështetës pa asnjë simbol partjak, thjesht si qytetar. Kjo protest është mbështetur në mënyrën më të fuqishme për 5 pikat e saj. Kanë qenë pika që ne i kemi mbrojtur me protesta në parlament dhe kudo. Nuk kemi thirrë protest tjetër për të mos shpërqendruar vëmendjen, interesin për këtë protest madhështore të qytetarëve. Berisha tha se javën e ardhshme do të mblidhet Këshilli Kombëtar që do të finalizojë procesin e ripërtëritjes së Partisë Demokratike.